Për 10 vjet, ai kishte një ide fikse, të kushtonte para. Ai bleu një ark kursimi gjigante dhe filloi të mbushte pak nga pak. Pa akullore, pa patate të skuqura, pa bira. A este për mos të paguar faturat, hoshi dorë nga rrobat dhe këpucët e bukura, të gjitha për të mbledhur ca euro. Kështu ka qenë për 10 vjet të gjata, derisa një ditë, i sigurt se koha e tij ishte e dur, ai ktheu arkën. Ai ishte emocionuar, mendoi se kurseu gati shumë. Po kur ai e hapi, bota u shën mbi të. Milingorat hëngën pothuajse gjithçka. 10 vjet sakrifica dhe nuk mbeti asgjë. Dhe di çfarë? Ndodh më shpesh se sa mendojmë. Le të shtyjmë, le të presim momentin perfekt. Ndërkohë, humbasim kohën, shanset dhe mundësitë. Nuk ka të bëjë me humbjen e parave, por me kuptimin se koha nuk kthehet mbrapa. Nëse sot mund të mësosh të investosh, të rritësh, bëje, sepse ndoshta nesër e tren nuk kalon më. Kjo vlen edhe për ata që i mbajnë lekët poshtë dyshekut.